Zbulohet kush është zyrtari i bashkisë që futi në burg turistin holandez se i gërvishi makinën. Një turist holandez përfundoi 10 ditë në burg në Gjirokastër vetëm për një përplasje të vogël me makinën. Adriatik Onjas, drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Publike të Bashkisë. Ky incident ka nxjerrë në pa lidhjet e dyshimta Onjas me pushtetin lokal dhe të kaluarën e tij problematike. Adriatik Onja është emëruar në krye të Drejtorisë së Shërbimeve Publike nga kryebashkiaku Golemi, ndërsa duke mbajtur pozita drejtuese për disa vite. Megjithatë, formimi i tij arsimor është vënë në dyshim. Ai njihet gjithashtu për praktikat e tij të gjobvënies në drejtorinë ku ka shërbyer. Problemet e familjes Onja nuk ndalen këtu. Feim Onja, vllai i Adriatik Onjas, ka qenë efektiv policie në Gjirokastër. Ai është aratisur nga komisariati kur ka mësuar se do të arrestohej për abuzim me detyrën. Sipas hetimeve, ai ka abuzuar me autoritetin e tij duke përfituar nga pozita e tij për interesa personal dhe vazhdon të jetë nën hetim dhe i pezulluar nga detyra. Onja, edhe pse ishte efektiv i shqiponjave shërbente si shofer i drejtuesve të policisë në Gjirokastër, e krau i djathit tyre.